Zgjedhjet e fundit janë bërë një mjedis të qetë, kompetitiv dhe paqësor. KQZ-ja ka administruar shumicën e rasteve profesionalisht dhe Komisioni për Ankesa dhe për Ashtresa po ashtu ka demonstruar profesionalizëm dhe ka perspektuar afatet e aplikueshme. Këto janë arritje të rëndësishme. Njëkohësisht, vëzhgimi i pavarur është i rëndësishëm specifikisht sepse identifikon ku ka hapësirë për përmirësime të mëtejshme. Raportet tregojnë për vështirësi në gjetjen e pikave të votimit të tyre, mungesa në qasje për persona me handikepe, sekreti i baletave dhe aplikimi konsistent i procedurave, përdorimi i resurseve publike gjatë kampanjës dhe sfidat në mjedisin digital informativ. Këto nuk janë çështje vetëm teknike, ka të bëjë edhe me besim. Qytetarët duhet të besojnë që ligjet aplikohen për të gjithë pa razë dhe që vota e tyre është mbrojtur dhe msheft dhe që institucionet do të reagojnë kur nuk. Zgjedhjet janë esenciale për demokraci, por zgjedhjet nuk zaventësojnë institucionet funksionale. Politikat demokratike kërkojnë konkurrencë, por njëkohësisht edhe kompromis. Aktorët politik duhet të jenë në gjendje të mos pajtohen pa lejuar që mos pajtimi të parandalojë funksionimin institucional. Kjo është një mësim që Zvicra e din mirë nga përvoja e saj politike. Milionit e jemi qartë, ne nuk po sugjerojmë që të replikojmë një model zvicran në Kosovë. Çdo demokraci duhet të zhvillohet në bazë të historisë dhe kornizës kushtetuese të saj. Një princip është universal. Institucionet demokratike duhen të jenë të forta dhe më të forta sa interesat afatshkurta politike. Dalja e lultë në votim ka theksuar nevojën për institucionet efektive. Suedia konsideron se vëzhgimi dhe monitorimi i zgjedhjeve luajnë një rol kyç dhe të pazaventësueshëm. Vëzhgimi i zgjedhjeve ndikon në forcimin e besimit publikut dhe garantimin e transparencës së procesit zgjedhor. Prania vëzhguesve kontribuon në rritjen e llogaridhënies, integritetit dhe besimit në institucionet demokratike. Çdo gjetje, rekomandim apo propozim ka vlerë të madhe dhe kontribuon në përmirësimin e vazhdueshëm të sistemit zgjedhor, si dhe në reformat e ardhshme. Zgjedhjet parlamentare në Kosovë dëshmuan edhe një herë përkushtimin e vazhdueshëm të vendit ndaj parimeve demokratike. Vëzhguesit vendor dhe ndërkombëtar vlerësuan se procesi zgjedhor ishte në përgjithësi i qetë, i administruar mirë, duke u mundësuar qytetarëve që të shprehin lirshëm vullnetin e tyre politik. Mirë po në fund, duam të potencojmë që është shumë e rëndësishme. Votimi është një drejtë themelore e njeriut dhe duhet të ushtrohet dhe të respektohet si e tillë. Çdo vot e ka vlerën e vet dhe mund të sjellë përmirësim dhe zhvillim në jetën tonë edhe në jetën e shoqërisë tonë dhe vendit tonë. Ata që zgjedhin të mos marrin pjesë në procesin zgjedhor, humbasin një mundësi të rëndësishme për të ndikuar në drejtimin e vendit. Zgjedhjet e 7 qershorit janë zhvilluar përgjithsisht në përputhje me standardet demokratike për zgjedhje të lira, konkurruese dhe të drejta. Administrimi i procesit ishte në përgjithësi profesional dhe demokracia në veprim nuk ka evidentu probleme cilat do të acenojnë integritetin e përgjithshëm të zgjedhjeve. Nëse do duhej që raporti në tërësinë e tij të përmbledhej në një fjali të vetme, besoj që është e qartë që teknikisht këto zgjedhje ishin dukshëm më të mira se sa ato që lan pas më 28 dhjetor, por politikisht, pra përtej pjesës teknike, këto zgjedhje janë dëshmi që vendi po hyn në zgjedhje për shkak të krizave që nuk zgjidhen përmes zgjedhjeve. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në pjesën dërmuese të operacioneve ka administruar procesin në mënyrë më profesionale, më të qetë e më funksionale se sa në të gjitha proceset paraprake. Sa i përket votimit jashtë vendit, ky proces ka qenë më pak i politizuar dhe më i rregullt në kuptimin administrativ, por që mbetet një çështje serioze cila kërkon trajtim nga ana e institucioneve të hetuesisë, që ndërlidhet me rastet e publikimit në rrjetet sociale të fotografive dhe të videove të grupeve të organizuara të votuesve të cilët plotësonin numër të madh të fletvotimeve dhe të njëjtat dyshohet se i nisnin në kuadër të operacionit të votimit jashtë vendit.